E ngova pro ministrin të Leo. Ai nuk e di ka asë qa ka full. Nasta ja kanë kontrollu, kena me kësyrë. Hamam, po qysh mundet më uqu një minister i Republikës Kosovës, me punu kundër interesave të blegturve. Që ta sërë i borim? Si e? Si e një? A e një mirë? Qërë i borim? është shumë e rëndësishme me bo dallimin mes hetimit edhe përndjekjes. Kur shteti heton edhe shteti përndjek, ka dallim esencial se çfarë qëllimesh po don me arrit shteti. Shteti përndjek, ku në Kosovë janë 10 fabrika, edhe pa pretekst e zgjidh njënën. Ajo përndjekje. A ditë kanë ardhur 20 inspektora. 20 inspektora i kanë marrë 2 mostra. Do me thonë, kur ti don me terrorizu një biznes, me i tut punëtor, me kriju klimën thush që o ka prodhohet kemikalje, e jo qito. E ngova pro ministrin të Leo. Ai nuk e di ka asë qa ka full. Me një moment tha ka vaj polma, ma ne i tha nuk e dim halo. Pa as një fije dyshimi, qëmshtoria Vita prodhon qëmsht të përzirme, vaj palme dhe gjitha. Nuk i ka produktet e pasura. Zoti Muja, i ka bën këtu një shmangje për pyetjes. Pyetja është për qumshtin Vita. S'po flas për fabrikën Vita. Do me thonë, po flas për qumshtin Vita. Atëherë, Leo, t'jemi të qartë, konstatimi fillestar e inspektoratit është që në qumshtore, në objektin e kontrollet qumshtore, Vita, që ka qenë subjekti verifikimit i kontrollit zyrtar, janë konstatuar 26 produkte me vaj palme. Që kjo është Vita? Deklarohet përmbajtja. Qëto është përmbajtja? Nuk mundet ai ministri me përzi qëto me qëto, është e njëjta fabrikë. Që kjo ka vaj bimur, sepse është sigur hopla e në thejt thash, që kjo tomël. Që kjo ka vaj bimur, që kjo tomël, që kjo s'ka. Tash, që ka përdojnë me kryu ata, dhe më thonë që për mu është qëtësu, se me një vend ku punojnë qindra njerëz, me një vend ku shitet 50.000 dhe 100.000 litra qumsh në ditë pej bujqve, pej blegtorve, në asë një matje Vita s'ka dalë që ka, asë qumsh pluhën, asë vaj bimur. Këto kanë edhe shkruun, amo vaj bimur, unë e thash edhe një ditë me një video, vaj bimur ka Nutella, ka gjitha biskotat kanë vaj bimur, vaj palma nuk është vaj helmus, bile, konsiderohet veç përdorimin sasit madhe i ti mundët si më dhonë në fatë gjatë me të bëtë damë. Po një qënësan e tjera, usë për thamë, nuk për toleroj që du të me pasë, se s'ka, po qysh mundet më uqu një minister i Republikës Kosovës, me punu kundër interesave të blegtorve, edhe me thonë me kriju për shtypjen që paska, me një moment tha ka, ma ne i tha vinë rezultatet, pra, ai militanti atje që ma përserit mu një video që e kom thonë vitin 2015, është mirë me këshyrë që ka po thot ministri i cili paguhet për këtë punë, i cili është punëtor i shtetit i qeveris, edhe i cili e kanë pas një kohë atë mëto nëse e manë men duje tëndën. Edhe njerë, që kjo fabrik, që i ka një 300 veta, 400 veta, këtu prodhën edhe për eksport, prodhën edhe për mrena, i ka një 20 produkte këtu. Unë jam për me pas kontrol. Mirë po. Ai tipi që këshilltari Armendit, që e ka qumshtore, na kanë shku ati mja kontrolu, ati Ojka, që kam në Ramadan Mema, që kam në nëjtë. Kena me kësyrë, nasta ja kanë kontrolu, kena me kësyrë. Hamam, si mas tënë, ata e kanë zgjedh, si mas tënë halkën, kishe ma dopten ku publiku, thojnë, ja se Beratit janë zojnë akrujt me këtë vetën që e ka thonë para 10 vjetë. Unë e po besoj që ka fabrikë para 10 vjetë, u konë gjendje shumë ma dvobekt, se sa tash. Sepse biznesi zhvillohet, biznesi precizohet, biznesi e rrit kontrollit, biznesi... Pra, na jena për me kritiku, edhe kur punojnë keq, që shë këmë bon atë ku si mas meje, mirë po edhe jam për me gozhdu qeverin, kur këshyr me shfrytzu qatë citat, edhe mi mbrojt që shtojnë për me qëtë mi gjithë qka, kundërshtarve fuqin e ligjit. Tash, që kjo ke prezentimi jem qëtu, na jena të fabrika e Vitës, pas një kompleks, pa asni frikë që qka kanë më thonë ata, po vazhdojna me burimin i cili dënë me intervistu
drejtorin e prodhimit në fabrika dhe me pa pejaz dhe në zhe, ku është vaj bimor, ku është qumshti, ku janë rezervat.